shumë keq. Na në qoftë se vazhdojnë qështu vazhdojnë ato të humje si këmbë, kur gjonë s'na ka ba, pak na ka ba Serbia, shka jem të i bona vetit. Na si kur të punojmë, së kur atje që punën, rinia këtu që punojnë shumë atje, na Zvicrën e kishme i ba në Kosovë. Tash çdo sen kur nuk mundesh me llogarit apo del llogaria sot tyje, s'po del llogaria mos me punu, po do të me vazhdu me gjitha forcat, me vullnet, me shumë dashuri në vendin tanë, me punu se nuk është që nuk ka edhe këtu bëhet punë, edhe këtu ka diçka, edhe tjetra po rritesh bre tamam shqiptar, edhe po mësoj shqip, ti një fëmijë kur lene rritet në perëndim, ti sa dush ti rrigati ai fëmia po jeton atje, po martohet atje me kumbe tjera, se që aty ai po len, po rritet edhe për ta është normal. Edhe gjuha amtare atje po mësot. Këtu tana po hup gjuha jonë, po hup qish me thonë për vendin tonë, historinë tonë, ti pak pe din të rrit. Me mësu dhe me lexu historinë tonë, se kena histori të dhimbshme, që gjyshës tërgjysh gjithmonë që kemi hek. Edhe me kanë fëmija tanë me di dishka, unë e shë i kam 2 fëmijë para luftës, sa dallim kanë këta që i kun ba mas luftës. Si kanë përjetu atë sene, nuk i din atë sene, dhe ju duket jetën e shuhin ma ndryshe. Të mëdhajt e shuhin ndryshe. Edhe rinia sodit mu e pëmdhimen. Po faktori kryesor, po shihet shteti mas luftës, nuk ka punu ashtu si gjdohet për popull. Ajo s'diskutohet se me pas krejt ka një rrugë mos me lanë kërkon pa punë, edhe me punu diçka, po shihet, po edhe rinia nuk janë edhe shumë të desh me punu. Thjesht nuk e dojnë punën në rinia sodit, punën nuk e dojnë. Ku të shkon atje në Gërbet, atje paqare, se ka shtëpinë e babës, nuk ka ku kthehet, nuk ka ku flen, nuk ka ku rrin, edhe detyrohet patjetër me punu. Këtu i kanë kushtës, s'më me thonë që janë keq në Kosovë. Ku të shkojsh qëtu, që të katunin tonë, është mirë e ma mirë. Krejt i kanë shtëpijat e mira, krejt e kanë jetën e mirë. Nuk është edhe arsyeja veç me dalë. Me dalë, se edhe atje nuk është që është ku me ditë sa. Dëshira jeme ma e madhe kish me qenë normal me pa mirë krejt, me një mirë për krejt, po edhe trit me punu me dasht venin e vetë, sa s'ka ma, se s'ka ma mirë se në venin tanë. Ku do që shkojsh s'ka me venin tanë. Që ta këshna thamë, mos me lëshu Kosovën, me punu për ta, me punu, se gjithë shka nuk është kumbi është i vetëm edhe që s'ka me ta. Ku do që të shkojsh, me venin ta nuk ka. Me dasht venin shumë. Për trit kishna thanë që me thirë mendjes edhe me kanë sa ma shumë me kriju dashnin me zveti, respekt me zveti, jo me arë puna gjithherë të prishja, po me ranë takot njëni me tjetrin, si djemë të ri, si vajzat e reja, se jeta nuk është 1000 vjetë, shkon shumë shpejt, me pas qetësi, rahatin, familje, bashkështësi e gjithshka. Kishna thanë që trit mu inkuadru, me mësu në shkolla, mos me lanë mësime tanash, mos me dalë rrugve, lokaleve, me hup orë të mësimin, se pa mësu nuk ka kur gja. Ndash me hup vetin si këmbë edhe si shtet, kur nuk mësojsh kur gja, edhe që ato